Shqiptarët janë populli më inteligjent në Ballkan dhe jo vetëm. Të dhënat e mesatare së IQ-s për vitin 2025, të publikuara nga faqja International IQ Test, e rendisin vendin tonë të 22-tin globalisht, mes 137 shteteve, duke lënë pas Zvicrën, Italinë, Francën dhe Greqinë. Shqipëria rriti një mesatare prej 101 pikësh duke shënuar një rritje me 3.81 pikë nga matja e vitit të shkuar. Ky rezultat e bën vendin tonë me IQ-n më të lartë në Ballkan dhe në rajon, ku shohim se Serbia renditet në vendin e 35, Maqedonia e Veriut në vendin e 48 dhe Mali i Zi 54. Shqipëria renditet pas vendeve si Shtetet Bashkuara, Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar, duke treguar një performancë të qëndrueshme krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe Evropës. Renditja globale për vitin 2025 tregon se vendet me IQ-n më të lartë janë Hong Kongu, Koreja e Jugut dhe Kina. E gjendur në hartën globale të vendeve me performancë të lartë mendore, e inkurajon vendin tonë për zhvillimin e burimeve njerëzore.